Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues të Drita Televizioni, ku jemi sërish bashkë në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 27 shkurt dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione apo materiale të cilat lidhen pikërisht me këtë datë. Ndaj ju ftoj që t'i ndiqni. 27 shkurti është dita e 58 e kalendarit gregorian. Ngjarje. 1844. Republika Dominikane u pavarësua nga Haiti. 1881. Forcat ushtarake osmane që erdhën për të shuar kryengritjen e udhëhequr nga lidhja e Prizrenit u futën në Shkup pa u penguar fare. Aty u vendos edhe Ibrahim Pasha si komandant i garnizonit. Më 23 mars, Ibrahim Pasha thirri në selinë e tij 11 anëtarët e Komitetit të Lidhjes për Shkupin me Yashar Bey Shkupin në krye, të cilët i arrestoi pabesisht. 1897. U botua në Stamboll abetaria e gjuhës shqipe, e përgatitur nga Sami Frashëri, Vaso Pasha dhe Koto Hoxhi, e cila çeli një epokë të re në fushën e teksteve shkollore. 1900. U themelua Partia Punëtore Britanike. 1900. U themelua FC Bayern München në München, Gjermani. 1933. Berlin, Gjermani, zjarr në Reichstag, ndërtesa parlamentare gjermane. 1940. Martin Kamen dhe Sam Ruben zbuluan karbonin 14. 1964. Italia kërkoi ndihmë për të mbajtur kullën Torre pendente di Pisa që të mos rrëzohet. 1967. Domenika u shpall e pavarur nga Mbretëria e Bashkuar. 1974. Revista People u botua për herë të parë. 1996. Satoshi Tajiri krijoi serialin e animuar Pokemon. 2003. Bilana Plavšić u dënua me 11 vjet burg për krime dhe genocid ndaj njerëzimit. 2008. Zvicra dhe Austria e njohën Kosovën si shtet të pavarur. 2008. Zyra ndërlidhëse gjermane në Prishtinë u shndërrua zyrtarisht në ambasadën e Republikës Federale të Gjermanisë në vendin tonë, në të cilën u ngrit dhe flamuri i Republikës. 1967. Adoptohet flamuri i Antaguas dhe Barbudas. 2010. Një dridhje toke me magnitudë 8.8 shkallë godet shtetin e Kilit në 03:34 si pasorës lokale. 521 vdiqën dhe 51 të tjerë mungojnë. Dridhja u ndje deri në Buenos Aires. Lindje. 1902. Lindi John Steinbeck, shkrimtar amerikan, nobelist. 1928. Lindi Ariel Sharon, politikan izraelit. 1932. Lindi Elizabeth Taylor, aktore anglo-amerikane. 1954. Lindi Neal Schon, kitarist amerikan. 1958. Lindi Pashk Përvathi, piktor shqiptar. 1980. Lindi Chelsea Clinton, e bia e ish presidentit amerikan Bill Clinton. Vdekje. 1887. Vdiq Aleksandr Borodin, kompozitor. Festa dhe përvjetore. 1844. Pavarësia e Republikës Dominikane. Sot për ju kemi përgatitur biografinë e Wallace Carols. Ai ishte një shpik kimist dhe udhëheqës i kimisë organike, i cili u nderuar me çmimin e najlonit. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Wallace Carothers. Carothers ishte një drejtues grupi në laboratorin e stacionit eksperimental DuPont, pranë Wilmington, ku u kryen shumica kërkimeve për polimerin.
Carothers ishte një kimist organik i cili përveç zhvillimit të parë të nailonit, ndihmoi gjithashtu në hedhjen e themeleve për neoprenin. Pasi mori doktoraturën, ai dha mësim në disa universitete përpara se të punësojë nga DuPont për të punuar në kërkime themelore. Ai u martua me Helen Sweatman më 21 shkurt 1986. Carothers kishte qenë i shqetësuar nga periudhat e depresionit që në rininë e tij, pavarësisht suksesit të tij në nailon, ai ndjeu se nuk kishte arritur shumë dhe i kishte mbetur pa ide. Pakënaqësia e tij u përkeqësua nga vdekja e motrës së tij dhe më 28 prill 1937 ai kreu vetvrasje duke pirë cianik kaliumi. Vajza e tij, Jane, lindi më 27 nëntor 1937. Në të njëjtin vit, Dr. Julian V. Hill, një tjetër antar i ekipit Carothers, filloi punën përsëri në përpjekjet për të prodhuar një poliester me një peshë molekulare mbi 4000. Përpjekjet e tij u pritën shpejt me sukses të madh kur ai prodhoi një polimer sintetik me një peshë molekulare prej rreth 12000. Pesha e lartë molekulare lejoi që polimeri i shkrirë të shkrihet në vargje fibrash. Kështu u krijua mëndafshi i parë sintetik, përshkruar nga kimistët si një super poliester. Poliesteret dhe polimadet janë shembuj të polimareve të kondensimit të formuar nga polimizimi me rritje hapas hapi. Carothers përpunoi teorinë e polimizimit me rritje hapas hapi dhe nxorri ekuacionin Carothers, i cili lidhi shkallën mesatare të polimerizimit me shndërrimin fraksional ose rindërtimin. Ky ekuacion tregon se për një peshë të lartë molekulare nevojitet një konvertim fraksional shumë i lartë, vetëm për polimeret me rritje të shkallës. Hill prodhoi gjithashtu një fibër sintetike që ishte elastike dhe e fortë duke kombinuar gjikolet dhe diacidet dhe duke u ngrohur në presion të reduktuar, duke përdorur një kazank molekular për të hequr gjurmët e fundit të ujit të prodhuar në reaksionin e kondensimit. Fatkeqësisht fibra e prodhuar nuk mund të komercializohej sepse u kthye në një masë ngjitse kur vendose në ujë të nxehtë. Carothers hoqi dorë nga kërkimet e tij mbi polimeret për disa vite. Kalojmë në rubrikën kuriozitete ku sot do të flasim se cili ishte ai që shpiku mjetin që të gjithë e vlerësojnë më së shumti në ditët e sotme. Martin Cooper shpiku celularin e parë. Shpikësi prej Chicago, Martin Cooper shpiku celularin e parë. Krijuesi menaxheri Motorolës kishte shumë sens humori. Thirrjen e parë ja bën numrit fiks të Joel Engel, drejtori të laboratorit Bell. Domethënë konkurrentët e tyre më të fuqishëm. Ky mjet fatlum që Cooper i kishte në dorë ishte një Dynatac me peshë 1130 gram, pa funksione përveç funksionit të folurit, të dëgjuarit dhe bërjes së numrit. Për ta rikarikuar baterinë me autonomi 35 minuta nevojiteshin më shumë se 10 orë. Më 1983 celulari do të komercializohej në Amerikë. Në Europë vjen me 86-ën. Celulari ishte një nga shpiket më të mëdha që ka ndryshuar jetën e njerëzimit. Martin ishte një vizionar në industrinë e komunikimit wireless me valë, mbajtës 11 patentave në këtë fushë, njëhet si inovator në menaxhimin e spektrit të radios. Ndërsa te Motorola, Martin Cooper, i lindur më 26 dhjetor 1928, është inxhinier amerikan. Ai është pioner dhe në vitet 1970 Cooper shpiku të parën celular dore të telefonisë së lëvizshme, i ndryshëm nga telefoni makinave. Në vitin 1978, ai udhëhoqi ekipin që u mor me zhvillimin e tij dhe që e solli në tre. Në vitin 1983, Cooper konsiderohet si babai i telefonit celular dhe ka mbetur në histori si personi i parë që bëri një telefonat me celular dore të telefonisë së lëvizshme në publik. Cooper është bashkë themeluesi i shumë kompanive të komunikimit së bashku me gruan dhe ortaken e tij në biznes, Arlen Harris, gjithashtu e njohur edhe si zonja e parë e wirelessit. Ai është bashkë themelues dhe drejtues aktual i Dina LLC në Del Mar, Kaliforni. Cooper gjithashtu është pjesëmarrës në komisionet të mbështetjes së Federal Communication Commission dhe Departamentit të Tregtisë së Shteteve të Bashkuara. Në vitin 1983 në SBA filloi të operojë shërbimi i parë komercial i telefonisë celulare dhe telefonit dyna TAC. Ishte i disponueshëm për konsumatorët me një çmim prej rreth $4,000 deri në $9,000 në vitin 2011. Por Cooper u largua nga Motorola përpara daljes së tij në treg. Në të njëjtën vit ai bashkë themeloi Cellular Business System (INC) dhe e bëri ato dominuese në industrinë e faturimit celular, duke marrë 75% të aksioneve në treg. Në vitin 19
1986, Cooper e shiti CBS-in për $23 milion. Cooper dhe gruaja e tij Arlene Harris themeluan Dyna LLC në vitin 1986 si bazë për zhvillime të ndryshme. Mbështetin aktiviteteve përreth inkubatorëve të ideve dhe kompanive të cilat sillnin risi të reja në atë kohë. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me vranësira dhe kthjellime kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 18 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime 2 deri në 3 ballë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 11 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 5 deri në 11 gradë. Peshkopi, 8 deri në 15 gradë. Tiranë, 10 deri në 18 gradë. Durrës, 12 deri në 16 gradë. Kavaj, 13 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 18 gradë. Berat, 9 deri në 17 gradë. Korçë, 4 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 18 gradë. Gjirokastër, 7 deri në 13 gradë. Sarand, 9 deri në 14 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond në drejtim juglindor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovica, 6 deri në 16 gradë Celsius. Podujev, 4 deri në 15 gradë. Skënderaj, 3 deri në 15 gradë Celsius. Pej, 9 deri në 13 gradë. Prishtinë, 7 deri në 16 gradë Celsius. Gjakov, 7 deri në 16 gradë. Malishev, 5 deri në 15 gradë Celsius. Gjilan, 4 deri në 15 gradë. Ferizaj, 4 deri në 16 gradë Celsius. Kaçanik, 5 deri në 13 gradë. Prizren, 4 deri në 15 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë të rishihemi sërish nesër në po të njëjtin orë. Ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion dhe po ashtu mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale: Twitter, Instagram, Facebook dhe TikTok. Për të rehat më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.